Do doja kështu gradualisht në të drejtë mbylljes, e di që ka shumë çka për me thonë, po do doja të ndaje diçka të shkurt, zonja Fetije, e di se dhimbja është ajo që të përcjell, po ka pas edhe momente kur e thonë, o zotja dola, edhe bravo për veten, për kolegët. A kina i këse momenti që e kujton? Kisha fillu me, mas pari me të shfrytëzoj rastin me i falenderu familjet. Po. Pari ato familje që në ato kushte shumë të rënda, kur shkojshëm si ekipe, mene me mend, në si ekipe në me u ndihmu, ata e kishin ditën me i pregadit ushqim ushtarve. Edhe prej asaj pjese që kishin sa familje, sa fëmi, sa antartë familjes gjithë bashkë, në ndajshin neve bukën me në dhonë. Ato si haroj kur edhe i falenderoj publikisht gjitha ato familje mos t'i ceku me emna në përfshatra. Paqin shëndet e paqin jetë me nipa me mbesa, me gjenerata të reja. Falenderoj edhe gjitha ata ushtar, gjitha ata kuadro personel, kolegët mija, mjeke, infermjerët, teknik, profileve ndryshme, që me të vërtet që tha edhe të gjithë e cekëm se sa kanë kontribu në mënyra si ju ka dhonë mundësia. Falenderoj familjen në Kërqov, familjen Aslani që i ka srehu, familjen tem i kanë majtë si me pas ma mirë se kushtet këto, sidomos vajzën tem që e kanë rritë 3 muaj ditë pa mu, buri ka metën në Kosovë me printe vetë për shkak gjendjes tyne s'ka mujtë mi marë, edhe a i tha largomi fëmin për mu mjaftan, unë e thari me printe mi me vlaon. Me mira që jëm di kur ka ardha i shefi i organizatës sa feta pregadituni nesër, po shkojmë, jo nesër, më falni, për disa ditë sa pregadit një material krejta se po hymë Kosovë. Kur më ka thonë po hymë Kosovë, o zot, tash, është e vërtet, na me hynë Kosovë, tha po. Tash po në atë partë kemi hy, Macedoni me pregadit kampin, me themelu kampin për pritjen e refugjatëve. Tha na, me 11 qershor na po hymë Kosovë. Atëherë ka qenë ajo, s'po di me përshkru momentin, u mbledhëm gjithë që ka ishëm na kolektive, ekipe që shku, na përshkojmë Kosovë. Kur jemi nisë me anë Kosovë, kemi hypë të një familje, njëherë 5 mëngjezit mrim, rrugës për Ferizaj, ato kurkat tankona me mrena në automjete. Tha ndëri sa të thojmë na me dalë jo, hynë me një fshat pak ushtrim në për batani u pështjellëm, edhe hynë të një familje, thanë që tu keni me bujt krejtjo, jo një arme na shpëtu, na qka kemi mbi jetu jemi qëto, edhe na kanë pregadit në qato kushte, ajo e zoja shpisa, kalëgjëm të ti pak ma e jona, qka me ju bo këtyne tha që na pështun këtat natos, me ju bo me hongër, s'kena tha mish, thash a ki mile uj, tha po, thash një krelan me duqa, mare tha krelan me duqa, thash na kishëm... Tradicionale. Po, kishëm e veti ushqim, kishëm ma rezerva djathe, artikuj tjerë ushqimor, thash ti bëne, e murëm bashkë me ta një shporet madhë në barë, e pjekëm, po le që su hongër, ata ndërkomtarët krejt që ka ishin në atë kolon, kur hymë në Kosovë. Edhe doktor Vane. Ajo, atë që u knaq, ajo e zoja shpis që u ndonë të knaqën me atë darkë. Po. Gjithna. Që përmen këllonen. Kosovës. Sa mirë. Edhe me të vërtet edhe familjen tash nga Kërqova, familja Aslani që kanë strehu familjen tonë, nuk e haroj kur. Edhe kur erdhëm Kosovë, tha, po më thonë shko me pa familjen, burin edhe prind. Shkova, u takova, fatmirësisht, sa ta na pritëshin se halojshin ushtria ruse që kishin hynë Prishtinë. Tha në është rezik, mund është me marë burin me veti ose familjarët mi marë. Buri tha, kemi qëndru deri tash këtu, ti tha vazhdo misionin tonë, tha falenderoj atyne, na ju falenderojmë, tha dhe gjithë atyne ushtarve që kanë në mënyrat ndryshme kanë kontribun nga vendet e tyne, na këtu që kemi qenë jemi mundu njeni tjetrit mi ndihmu,
edhe ajo ka qenë momenti i papërshkruar kur imi hy, të gjithë mandejna për ato rjeta tendave të kampit, atë kujtohet kur shkum, dullën shqiptarët, po kthemi në Kosovë, i kemi edhe ato fotografi, ajo ka qenë për mu një krenari që u kthym prap me kontribu në Kosovë, se s'besojshëm për një kohë.